Një mbrëmje të kohëve të fundit në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, një amerikan eci mes një turme prej mijëra njerëzish që bërtisnin, u ngjit në skenë dhe bëri një pyetje. Kush është gati ta bëjë Shqipërinë përsëri të madhe? Ai amerikani ishte Chris LaCivita, një nga arkitektët e rikthimit politik të Donald Trump në vitin 2024, pas 10 akuzave penale. Ai tani po përpiqet të përsërisë të njëjtën strategji për Sali Berishën, një ish kryeministër i vendit ballkanik, i cili vetë përballet me akuza për korrupsion dhe është i sankcionuar nga SBA-ja si udhëheqës i partisë opozitare. Berisha do të ishte në radhë për të bërë përsëri kryeministër nëse partia e tij fiton shumicën në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në Shqipëri, LaCivita ka folur në tubime të mëdha, ka ndihmuar në dizajnimin e reklamave televizive, ka marrë pjesë në disa video thirrje në Zoom me mijëra shqiptar, ka fluturuar për në vend në 3 raste dhe është shfaqur në evente të ndryshme publike dhe është bërë shënjestër si për kundërshtarët ashtu edhe për mbështetësit. Ai shpesh i zhvillon takimet e tij nga zyra e tij në Virginia. Gjatë këtij procesi ai është bërë çuditërisht një figurë qendrore në vendin me rreth 2.7 milion banor përpara zgjedhjeve. Ka një pjesë të elektoratit në Shqipëri që më pëlqen dhe një pjesë të elektoratit që nuk më pëlqen, tha LaCivita, duke qeshur në një intervistë të kohëve të fundit. LaCivita, një luftëtar me thik, ndonjëherë i pandershëm me një histori 10 vjeçare në politikën republikane, u ngrit në famë kombëtare si bashkmenaxher i fushatës së Trump për zgjedhjet e vitit 2024, ndërsa shumë zyrtarë të fushatës ju bashkuan administratës. LaCivita ka guxuar të udhëtojë jashtë vendit që kur fitoi Trump, duke kërkuar fjalime të paguara dhe punë konsulence në vende nga Australia në Shqipëri. Ai gjithashtu ka rekrutuar disa ish këshilltar të tjerë të Trump për të ndihmuar në fushatën e Shqipërisë. Ata përfshin Paul Manafort, menaxherin e fushatës së Trump në vitin 2016, i cili sipas LaCivita tha se po jep këshilla strategjike të nivelit të lartë, dhe Tony Fabrizio, anketuesin e fushatës për vitin 2024, për të ofruar të dhëna. Berisha ka punësuar gjithashtu Continental Strategy, një firmë lobimi që punësoi vajzën e shefes së stafit të Trump, Suzy Wiles, për të lobuar për heqjen e tij nga lista e sanksioneve. Manafort kreu dënim me burg për akuza për mashtrim tatimor dhe bankar në lidhje me punë të tjera konsulence politike jashtë vendit që ai kreu, përpara se të merrte falje nga Trump. Konsulentët politik amerikanë të dyja partitë kanë këshilluar prej kohësh fushata të huaja. Këshilltarë të tjerë të Trump kanë kërkuar mitingje të paguara për të folur jashtë vendit që nga zgjedhjet. Në Shqipëri akuzat për korrupsione kanë ndjekur prej kohësh Berishën, një mjek konservator, i cili ishte kryeministër i vendit që nga viti 2005 deri në vitin 2013 dhe tani është në partinë opozitare. Administrata Biden e sankcionoi atë në vitin 2021 dhe ai ndaloi vizitën në SBA. Sekretari i shtetit Antony Blinken tha në atë kohë se Berisha kishte ndihmuar në përvetësimin e fondeve publike dhe kishte përdorur pushtetin e tij për të pasuruar aleatët dhe anëtarët e familjes së tij. Berisha u akuzua zyrtarisht në Shqipëri për korrupsion vitin e kaluar dhe përballet me akuza se ka ndihmuar dhëndrin e tij të privatizojë tokë në kryeqytet për të ndërtuar apartamente. Ai ishte në arrest shtëpiak dhe mbajti fjalime përpara mbështetësve të tij nga banesa e tij. Ai ka quajtur akuzat gënjeshtra dhe një përpjekje nga kundërshtarët e tij për të kërkuar hakmarrje politike. Kryeministri aktual Edi Rama kryeson Partinë Socialiste dhe po kandidon për rizgjedhje, një çështje qendrore në garë, një ligj i ri që u lejon më shumë se 1 milion shqiptarëve që kanë lënë vendin të hedhin votën. Berisha është përpjekur të përqendrohet te largimet si një arsye pse kryeministri aktual duhet të rrëzohet. Rama ka ngritur vazhdimisht rolin e LaCivitës për të sulmuar Berishën, duke përfshirë edhe shpërndarjen e reklamave kundër LaCivitës. LaCivita e krahasoi situatën me ndjekjet penale të Trump, të njëjtët njerëz që bëjnë lëvizje të ngjashme kundër Donald Trump. Gjurmët e tyre të gishtë-rinjve janë kudo në këtë situatë, tha LaCivita në intervistë. Ai nuk pranoi të thoshte se sa po paguaj, por tha se ishte në përputhje me një fushatë politike kombëtare dhe do të zbulohej nga Partia Shqiptare pas zgjedhjeve. Ekspertët e njohur me punën e Chris thanë se kontrata ka të gjartë të ketë një vlerë më shumë se $1 milion. LaCivita po menaxhon fushatën e Berishës ndërkohë që po punon edhe me Super PAC-n e presidentit Donald Trump, Komunitetin Kombëtar Republikan dhe Building America's Future, një grup që është mbështetur nga Elon Musk. Disa konsulentë politik amerikanë që punojnë jashtë shtetit e kanë regjistruar një punë të tillë sipas aktit të regjistrimeve të agentëve të huaj, nëse puna përfshin biseda me zyrtar ose media amerikane në lidhje me fushatën. LaCivita, i cili është parë rregullisht duke takuar Donald Trump dhe këshilltarët e presidentit, tha se nuk i kërkoi Trumpit ose zyrtarëve të tjerë amerikanë të përfshiheshin në garë dhe nuk planifikonte të regjistrohej si agent i huaj. Nuk po përpiqen të ndikojë te politikanët amerikanë. Aktivitetet e mia janë përqendruar tërësisht brenda Shqipërisë, tha ai. LaCivita tha se donte të merrte më shumë klientë huaj, por do të ishte i kufizuar vitin e ardhshëm për shkak të punës së tij për politikanët amerikanë në zgjedhjet e mesit të mandatit. Përshtati pamfleti nga The Wall Street Journal.